Mirë se erdhët. Sot do të zyremi në një nga analizat më, le të themi, provokuese të filozofisë klasike, atë mbi natyrën e femërores. Është një këndvështrim i veçantë që i zhvesh tiparet njerëzore nga çdo lloj morali dhe i sheh ato thjesht si produktet një nevoje të ftohtë të pastër biologjike. Pra, si përgjigjet kjo analizë kësaj pyetje kaq thelbësore? Përgjigja është e prerë dhe pasnjë më dyshje. Gjithçka është biologji. Këtu morali lihet me një anë për t'i parë tiparet njerëzore thjesht si mjete mbijetese. Le të kuptojmë pak më thellë se çfarë do të thotë ky objektivitet biologjik. Ideja këtu është se natyra sillet si një ekonomiste e pamërshirshme. Çdo tipar, çdo instinkt i shërben një qëllimi specifik dhe shumë praktik. Asgjë nuk jepet kot, pa pasur një arsye themelore për mbijetesë. Ja cilat janë pikat që do të trajtojmë për të zbërthyer këtë argument. Do të nisemi nga premisa ekonomike e natyrës, do të kalojmë te efekti skenik i bukurisë, avantazhi i së tashmes, mashtrimi si armë, logjika e rivalitetit dhe do ta mbyllim me artin si mjet indirekt. Le të fillojmë me themelin e gjithçkaje. Pra, pika e parë, premisa ekonomike e natyrës. Thelbi i kësaj ide është fare i thjeshtë. Natyra nuk bën dhurata. Çdo tipar është një investim i kalkuluar, një mjet i dhënë vetëm për një qëllim, mbijetesën. Me fjalë të tjera, sipas këtij këndvështrimi, gjëra si bukuria apo sjellje të caktuara sociale nuk ekzistojnë për arsye estetike apo morale. Jo, ato ekzistojnë vetëm për të siguruar mbijetesën dhe shumimin. Pra, imperativi vetëm është ekzistenca, mbi çdo gjë tjetër. Dhe kjo na çon direkt te pika e parë konkrete, ku bukuria shihet si një mjet me ndikim të jashtëzakonshëm, por me një afat skadence të qartë dhe me një objektiv të vetëm shumë strategjik. Le të shohim se çfarë është ky efekt skenik. Argumenti që bëhet këtu është se ky arsenal estetik është aq i fuqishëm sa mund të anashkalojë logjikën e pastër për të siguruar një angazhim afatgjatë. Pra, bukuria nuk është qëllim në vetvete, por një mjet për një qëllim shumë specifik, sigurimi në mbështetjes. Dhe për ta bërë këtë ide edhe më të qartë, filozofia përdor një analogji goxha të fortë. Thuhet se ashtu si milingona i humb krahët pasi çiftëzohet sepse thjesht nuk i duhen më, ashtu edhe bukuria zbehet pasi qëllimi i saj kryesor, sigurimi i një partneri, është arritur. Mirë, nëse bukuria është diçka afat shkurt, ç'ndodh me anën psikologjike? Këtu vim te pika e dytë, e cila na prezanton një paradoks interesant, një mendje e përqendruar totalisht tek e tashmja. Kjo paraqitet si një defekt racional, por njëkohësisht edhe si një avantazh i fuqishëm shoqëror. Sipas këtij teksti, kjo ndarje rolesh krijon një lloj gajreti karakteristik, një gëzim që mund të ngushëllojë një burr të mbytur në hallet e së ardhmes. Në thelb, kjo shihet si një formë e balancës funksionale brenda një marrëdhënie. Dhe kjo është interesante sepse ky tipar paraqitet si një shpatë me dy tehe. Nga njëra anë thuhet se nxit nxjeshmërinë dhe simpatinë, por nga ana tjetër mund të zvogëlojë virtyte të tjera si drejtësia abstrakte. Pra, sërish, ideja se çdo mjet biologjik vjen me koston dhe përfitimin e vet. Po mirë, po kur mungon forca fizike, çfarë bën natyra atëherë? Sipas kësaj filozofie, natyra gjithmonë gjen një mënyrë për të kompensuar. Pika e tretë argumenton se në vend të forcës fizike, grave u zhdhën një armë tjetër, po aq e fuqishme. Dhe kjo armë është mashtrimi. Pra, aftësia për të fshehur të vërtetën. Por kujdes, kjo nuk paraqitet si një defekt moral, as pak. Përkundrazi, shihet si ekuivalenti biologjik i mekanizmave mbrojtës të një kafshe, diçka e lindur dhe e natyrshme. Për ta bërë idenë edhe më të qartë, teksti bën një krahasim shumë direkt. Mashtrimi vendoset në të njëjtin nivel me kthetrat e luanit, brirët e demit apo bojen e shaptallit. Pra, një armë thebësore e dhënë nga natyra për mbijetesë. Nga përdorimi i këtyre armëve individuale, dalim në një dinamikë shoqërore shumë specifike. Dhe këtu, te pika e katërt, hasim ndoshta idenë më tronditëse të gjithë kësaj analize. Ndërsa burrat janë natyrshëm indiferent ndaj njëri tjetrit, gratë janë armiq natyror. Po pse ky rivalitet? Sipas burimit, rrënja e këtij problemi gjendet tek një rang shoqëror që përshkruhet si i pasigurt dhe i paqëndrueshëm. Le të shohim se si kjo filozofi e përkufizon ndryshimin në mënyrën se si përcaktohet statusi për secilin. Le t'i shohim krah për krah. Për burrat thuhet se rangu bazohet në faktorë të shumtë, pasuria, profesioni, talenti, ndërsa për gratë gjithçka varet nga një faktor i vetëm dhe vendimtar, burri që ato arrin të tërheqin. Për shkak se ky faktor është kaq konkurrues, peizazhi social përshkruhet si një fushë betejë e vazhdueshme. Dhe kjo betejë për status nuk ndalet këtu, por shtrihet edhe në fusha të tjera siç është arti. Kjo na sjell te gjetja e fundit e cila paraqet një teori po aq provokuese për marrëdhënien midis grave dhe artit.
Argumenti është ky: me që burrit dominon gjërat drejt për drejt, rruga e gruas drejt pushtetit është të dominojë burrin. Prandaj çdo interes tjetër përfshir artin bëhet dytësor dhe një mjet për të arritur këtë qëllim. Dhe si provë për këtë, teksti përmend një vëzhgim. Papërgjithshmëria me të cilën sipas autorit, gratë flasin gjatë momenteve kulmore të një vepre arti. Kjo përdoret si dëshmi se arti shihet më shumë si një skenë shoqërore sesa si një objekt interesi real. Pra, çfarë kemi në fund? E gjitha kjo anatomi filozofike nuk i sheh këto karakteristika si të meta apo virtyte të veçuara. Përkundrazi, ato shihen si një sistem i tërë, një paketë mjetesh mbijetese të ndërlidhura, ku çdo pjesë justifikon dhe mbështet tjetrën. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit, goxha sfiduese: a janë këto koncepte thjesht relike të vjetruara të një kohe të shkuar, apo ndoshta pasqyrojnë një të vërtet biologjike që shoqëria moderne zgjedh ta injorojë? Përgjigjja natyrisht mbetet e hapur për debat dhe reflektim.